Të nderuar xhamat, jemi me mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, të cilat janë mësimet më të mira e të dietarët e muslimanëve, e prej tyre edhe Imam Buhariu rahimahullahu taala kanë mbledhur nga mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam aq grumbull të madh që i mjaftojnë ummetit e Muhamedit alayhi salatu wassalam që ta jetojnë fenë e tyre. Kapitulli i radhës në El-Adabul Mufrad është kapitulli i lutjeve. Muhamedi alayhi salatu wassalam bënte lutje shumë. Lutej te Allahu subhanahu wa taala shumë, bënte dua. Dhe duat e tij ishin të ndryshme, laraman. Dhe prej duave të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam i bënte çfarë ishte? Ishte që përveç përmbajtjes ta mëson dhe ta edukon lutsin. Ta edukon edhe me rrethanën e jashtme. Para se me ngrit durt, ta dish se me kanë ki punë, o me Allahu subhanahu wa taala. Andaj ta mësosh edepin me Zotin tan, edepin e lutjes. Jo rastisht kapitulli i vendosur nga Imam Buhariu si është kapitulli atij i cili nuk i lutet Allahut, Allahu i dhënohet me ta. Dhe kjo është kapitulli i edukatës. Nuk ka mundësi ti me trajtu Zotin që i trajton të tjerët. Nuk mundesh ti me Zotin tan që ban me të tjerët, sepse me Allahun raporti është shumë i ndjeshëm. Ma Allahu subhanahu wa taala xhelle xhelalu e ka krijuar robën që ti bindet Zotit ma subhanahu wa taala. Andaj përveç përmbajtjeve të lutjeve, ne duhet ta kryejmë dhe realizojmë edhe edepin me e lutjes. Çish po lutemi, çish po sillemi me Zotin e Madh te bareke ve teala. Andaj Imam Buhariu çfarë solli? E solli një herë kapitullin e duave ku sicilit pi juve i pranohet duaja. Me një kusht. Cila është kushti? Mos të ketë ta gjuna, mos ketë ndërprerje të lidhjeve farefisnore dhe mos zgutet. Që to janë kushtet e pranimit të duas në përmbajtje. Në përmbajtje. Pastaj çfarë tha? Mos ngutet. Dhe kur njeriu ngutet, edhe e le. Ban dua, nuk e gjen xhevapin. Çfarë bëm? Pastaj e kaplon përtasia. E kur e kaplon përtasia, pastaj bën çetër mëkat. Andaj ka sjell kapitullin e radhës, kapitulli i kërkimit të mbrojtjes drejt Allahut, prej Allahut nga përtasia. Andaj ka të sjell hadithin e Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal maghram. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga përtasia. Çka është përtasia të nderuar xhamat? Përtasia është kur keti ki po se ban. Ç'kjo përtasia? Kesel është kjo. Ti kreti ki, ke kreti kije, apo? Ama nuk e ban. Ti mes fitimit edhe mos fitimit të vesh një shkronjë. Gjuhën e arabëve me fitu i thënë kesb, me bë, kesebe, me fitu. Më ullë, mos me lëviz, mos me ba asë një angazhim i thënë kesel. Mes fitimit dhe mos fitimit cila vesh më quti. Që më lëviz? A dhe për nga me se më kërkon të mbrojtje për Allahot. O Allah, ruëm nga përtacia. Çka është përtacia? Përtacia është që ti mundesh me bë, po s'po do. I përtac me vetë dhe ka mundësi me kanë pa aftësia për jashtë. A pa aftësia për jashtë i s'kin ta ndor. Pejgamberi alayhi salatu wassalam donte mi bë këtë botën musliman. Po kjo është e jashtme, s'kin ndor këtu. S'kin ndor kur gjë. Ti mundesh me udhëzu njerën me i dhon fjalë të mira, me i dhon nasihat, ama a shkon ajo fjalë te zemra e tij nuk jeti përgjegjës. Për këtë arsye kërkon të mbrojtë Muhamedi alayhi salatu wassalam nga përtacia, që mos jetë përtacia sebeb i mos vjeljes së shumë prej frutave. Sa prej neve të ndërum xhamat, një numër i madh i dëshime janë i përtacies. Pse s'ke mësu? Përtac. Pse s'punon? Përtac. Pse s'bën dua? Përtac. Pse nuk falesh? Priton. Sa njerë priton, thot, pritoj valla. Priton, xhenem do me i për prites. Në xhenemin e Zotit do me i për prites. A do me pas shumë kujdes të ndërum xhamat. Ti tutmi Allahu subhanahu wa taala dhe mos jemi përtas me adhurime. Kërkon mbrojtje për Allah, thuaj o Allah çdo ditë, çdo sabah. O Allah, ruajmë për përtacies. Kërkon mbrojtje. Shpesh plot për njerëzve mendojnë se shumë arritje janë bash shkaku i kudretit njerit, jo të ndërum xhamat. Shumë prej njerëzve ja arrin me dua. Lutet. I fortja ka sos punën, i madhja ka sos punën. E ti veç gabimin ku e ke bë, se s'ki bë dua. Mos u mbështet forcat e tua. Mbështetu te Allahu subhanahu wa taala. Mbështetu te Allahu subhanahu wa taala. Andaj pas kapitullit të përtacis, çfarë solli Imam Buhariu? Tha, nëse zgutesh, nëse s'ki përtaci, e pas lutesh, atëherë tash kemi një problem shumë serioz. Cili është ajo? Ai i cili nuk lutet, i dhënohet Allahu. Ka kudrat ki po. Dembel nuk je.
nevoj ki, e din që du të me lutë Allah. Pse s'pe lutë, pse s'po falësh, pse s'pi ban adhurimet? Mos interesi, e aradi, këthimi shpinës, si të umor me këtë punë. E kur smirësh me këtë punë, i dhënohet Allahu subhanahu wa ta'ala. I dhënohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse profesori i dhënohet pse ti si ban të tirat, nëse prindi i dhënohet pse ti s'ke mësue, i thu valla, as nuk bona keq, e keni pa plot për thot, unë keq kur gjë nuk jam të bë. Po nëse njëri pi nxënësave shkon në shkollë, edhe rri si plep gjithë ditën në bankë, veç ulet aty, kur kanë se nguc. Apo, as bandetira, as mëson, as kur gjë. Edhe në fund arsjetohet, valla kërkan se kam nguc, as i kam bë keq kur kujna. Po detira si ki boti. Ajo për të cilën ti e gjenë në shkollë nuk ka që ajo ti ke ardhur për me mësu në shkollë. Andaj, sa për njerëz vazhdo, po kur gjave s'ku mba une, po kur gjave s'ki ba, po qatë qka du të me ba se ki ba. Ti për adhurim ke ardhur dunja, adhurimin se kije. Ti për mu lut ke ardhur dunja, lutjen se kije. Andaj edhe nëse s'ki ba, sa prej punëve je ki ba, atë qka duhet jo. Andaj, le ti shoshisim prioritetet tona, se qka është ma parësore se sa tjetra. Ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nuk i lutet Allahut, Allah i dhënohet. Sepse mos lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala argumenton për mos interesimin tan, kthimin e shpinës dhe shfaqjes si zëngin ndaj Zotit xhelel xhelalu, apo dhe e treta cila është mos realizimi i qëllimit krijimit. Mos realizimi i qëllimit krijimit. Ti je komplet i shkoçit dhe i kputëm pi asaj për të cilën ti dush me jetue. Sa për njerëzve të ndëruar xhamat sot që jetojmë kohën e teknikës, pasuri e madhe, komunikimi shpesht, me 500 veta komunikon në një sekundit. Sa njeri, kush s'ka vetur sot, me përjashtimet vogla, kush nuk i ka të mirat e Zotit subhanahu wa taala. A janë të lumtur njerëzit? Jo, si jemi të kyçt pi asaj, çkyçt pi asaj çka duhet. Ja, telefoni kur fardobi e s'ka nëse ti nuk di me lidh me rrjet. S'ka, nuk funksionon, është një tull. Por mos me kanë tull, du të me lidh me rrjet. Insanin jep ja krejt, këput e pi Allahit kur që s'duhet. Kur që një trup është. Andaj, nëse njeriu t'ja merr menën, ja merr veshin, ja merr sinin, ja merr gojën, çka ka dobi atina? Kur gjë. Është insan, apo i vdek kur klinikisht. E të vdek klinikisht janë ata njerëz të cilët nuk janë lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Andaj Imam Buhariu ka sjellë kapitull për ta vërtetuar se lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala nuk është luks. Njëri thotë, ani tamam, kam u lut, kur të mbere mu lut? Jo, patjetër mu lut. Patjetër mu lut, namaz jo lutje, patjetër mu lut. Sepse nuk vërtetohet robëria ndaj Zotit pos me lutje. Pastaj vazhdon Imam Buhariu për të sjell kapitull se si ndikon duaja në mbarvajtjen e njeriu, në udhëzimin e njeriu, në largimin e sherrit nga njeriu, se shumë sherrë ka në dunja. Mirpo njeriu i largon ato me dua, duke lutë Allahu subhanahu wa taala. Do ta shohim pastaj hadith për hadithi me izin Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu na bën për atyre të cilët i lutemi Allahut, për atyre të cilët vazhdimisht i përgjërohen Allahut, vazhdimisht i bëjnë namaz Allahu subhanahu wa taala, i kryjm farzet e tona, sunetet e tona, nafilet e tona. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu ti bën kabull veprat e tona, ti bën kabull namazet e tona. Ta bën Allahu subhanahu wa taala për atyre të cilët jetojnë me Islam, mbushën zemrat me iman. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu gjithmonë na jep ambicie për ta mësuar fen, për ta lexuar Kur'anin, për ta mësuar hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe në krye të kësajna ta zbatojna ata çka e dina për fesë Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, Allahu kudo që janë musliman, Allahu të ndihmon. Allahu t'i përkra skamnorët, nevojtarët, bunjakët, jetimat, të varfërit, pleqt dhe plakat, sidomos vëzrit ton që janë në skamje, janë në luftra, janë në gazepe, në siklete. Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i përkra, Allahu t'i mbron. E ata që bojnë zullum, e ata që bëjnë krimin e tokë, dhe ata që bëjnë shregullimin e tokë, lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu t'i ban ibret për këtë njerëzimin, që Allahu t'i shpartallon ndërmes veti, ya rabbal alamin. E lutim Allahun që Allahu t'na ruan prej sherrit të sherraxhive, prej zullumit të zullumçarëve, prej krimit të kriminalëve. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë në hijen e mësimeve të Kur'anit dhe mësimeve të njeriu më të mirë të ka shkel fytyrën e tokës, Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam.